Sot është një ditë e veçantë që ka mbushur shtëpinë e Haradinajve me gëzim dhe buzëqeshje. Djali i Ramush dhe Anita Haradinajt, Trimi, feston ditëlindjen e tij të 15 dhe këtë moment nuk mund ta lëm pa e ndarë me ndjekësit e tyre. Anita Haradinaj e bëri këtë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, ku nuk kurseu emocionet më të thella dhe krenarinë që ndjen për djalin e saj. Fjalët e saj ishin të ngrohta, të ndjera dhe plot dashuri, duke treguar se sa i veçantë është çdo moment me Trimin dhe sa shumë e gëzon çdo arritje e tij, madje edhe ato më të voglat. Por urimi i Anitës nuk ishte thjesht një mesazh i zakonshëm. Ajo shkroi me emocion: "Gëzuar shpirti i shpirtit tim. Trim sot u bëre 15 vjeç dhe unë të uroj jetën e bukur dhe të bardhë, ashtu si çdo nën që e do dhe e kërkon për fëmijën e vet. PS, ti je shyret i shtëpisë." Ky mesazh ka prekur zemrat e të gjithëve, duke bërë që dita e Trimit të jetë edhe më e paharrueshme. Familja dhe miqtë e afërt kanë ndarë urimet e tyre, dhuratat dhe surprizat, kanë krijuar momente të çmuara që do të mbeten kujtime të paharrueshme për të gjithë.